E ne do të kërkojmë disa të ardhurë, por ne prodhojmë të ardhurë, thot. Dhe çfarë për të treguar thotë që kjo diferenca 37 milion, pra e thotë dhe vetë që do 37 milion plus nga pagat, nga taksat, thotë kjo thotë mbulohet vetëm nga ajo çfarë i kthejmë ne buxhetit të shtetit. Pra nuk është ndonjë dëm thotë, se kjo thotë është thotë një parashikim deri në 10% të ardhurë, po të përdoreshin gjithat që vinë nga paditë, pastaj thotë janë vlera të konsiderueshme. Domethënë sipas këtij zotërisë gjykatës që ka këtë mënyrë arsyetimi, edhe tatimorët që i sjellin shumë të ardhura buxhetit, pse mos i kenë pagat shumë më të larta se të tjerët. Po edhe policia, pse mos i marrë gjithë gjobat për vete. Po mirë më zotëri, po mësuesit që nuk i sjellin të ardhurat të tjera kështu të drejt për drejta, si që llogarit zotrote buxhetit, si bëhet? Po pensionistët, si bëhet? 37 milion euro i doni ju për t'i çuar pagat në stratosferë dhe për t'i bërë pagat shumë herë më të larta se në Greqi e se në shumë vende të tjera të Bashkimit Evropian. Ndërkohë që këtu ka plot njerëz tjerë që kontribojnë, që nuk prodhojnë kështu të ardhurat drejt për drejta nga gjoba dhe nga konfiskime, por që prodhojnë të tjera gjëra në të mirë të shoqërisë. Ata si do rritin pagat atyre?